A duhet të lutemi në përfundim të leximit të Kur'anit? Nga praktika dhe tradita e muslimanëve të mirë të hershëm nga gjeneratat e para, kanë praktiku edhe me bo duan e hatmes. Fjala vjen Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, kur vinte në përfundim të leximit të Kur'anit, i tubonte familjarët e tij dhe në fund të gjithë bënin një dua dhe një lutje për faktin se ky është një moment i bekuar në përfundim të një vepre shumë të madhe që është leximi i Kur'anit në plotni. Janë tubuar që të luten duke kërku dhe duke shpresu mirësitë dhe bekimet e të madhit Allah fuqi plot. A ka ndonjë dua të veçantë në rastin e duas së hatmes? Nuk ka ndonjë lutje të veçantë që transmetohet nga pejgamberi alayhis salatu wasalam. Le të jetë kjo lutje e hapur për të gjithë ne, ku ne do të kërkojmë nga Allahu fuqi plot mirësitë dhe bekimet e tij, mëshirën dhe dhuntitë e tij. Do të lutemi për imanin dhe besimin ton të drejtë, do të lutemi për familjarët ton, për mirëqenien ton, për shëndetin dhe për çdo gjë çfarë neve zemra na dëshiron dhe për çfarëdo që ne kemi nevojë. Është një vepër e mirë, është një praktikë e mirë dhe sidomos kur në kohën tonë bashkëkohore nuk kemi momente të shumta kur njerëzit bëjnë hatme, kryesisht njerëzit fokusohen te leximi i Kur'anit për fat jo të mirë vetëm gjatë Ramazanit, ndërsa ne parimisht do të jemi të kujdesshëm që të kemi një program ditor në raport me Kur'anin, çdo njeri prej neve, nga se fjala e Allahut, Kur'ani famlar, është më shumë se i rëndësishëm për jetën tonë, për familjet tona dhe për gjithë rrethin tonë. Elus Allahun te baraka wa taala që çdo herë të jemi drejt udhëzimeve dhe dritës së Kur'anit famlar, qofshit në mbrojtjen dhe mëshirën e të madhit Allah fuqiplot, kudo që gjindeni ju miq të nderuar.